Nuk ka drejt, është le të themi gjysmë me vërtet, sepse LDK-ja me pas ndërtu proces politik me PDK-n, mundësinë e ka pas me ndërtu qeverisit e Pakicës. Ka qenë ofertë edhe insistuese e liderit tash ish kandidati nominum për kryeministër në 2-3 raste publike ftesë e cila ka ofru garancione politike, që nëse LDK-ja mbështet emrin e tij, ai është i gatshëm me ndërtu qeverisit të Pakicës. Ne kemi thonë në këto rregulla, në këtë format dhe në këtë proces politik, nuk po shohim mundësi tjetër pas që me prit partinë e parë me ndërtu qeverisje në formën edhe mënyrën që është prit me ndodhë përmes një bashkëpunimi. Nuk keni mundur të bëheni me vetëvendosjen, po e keni kërkuar PDK-n në çfarëdo variante? Jo, pse s'e bërë me vetëvendosjen? Ne kemi kërku me qenë gjithë bashkë. Nuk jemi tregu gjithë përfshirës, jo përjashtues. Të e njohë rolin e të parit në propozimin tonë. Ne nuk kemi thonë kjo është formula politike që ne dojmë udhëheq. Ne kemi thonë kjo është formula që ne po afrojmë rolin tonë, agendën tonë, periudhën kohore